Përshëndetje. E keni gjetur ndonjëherë veten mes një debati të ashpër, duke ndjer atë ndjesi kërzvishtëse që mund të keni gabuar, por nuk doni ta pranoni. Apo ndoshta po shikoni dikë që shfrytëzon qëndrimin e tij dhe kur të gjitha provat tregojnë të kundërtën dhe pyesni veten, pse nuk mund të thotë thjesht se e ka gabim? Është një skenar i zakonshëm që luhet në klasa, vende pune dhe madje edhe në darka familjare, duke lënë shumë prej nesh në mëdyshje, sepse është kaq e vështirë të pranojmë se kemi gabuar. Të pranojmë se e kemi gabim nuk ka të bëjë vetëm me gëlltitjen e krenarisë sonë. Për disa njerëz, pranimi i një gabimi ndihet si një dështim në nivel personal, duke kërcënuar kështu vetbesimin dhe identitetin e tyre. Të tjerë shqetësohen për gjykimin dhe pasojat që mund të pasojnë. Nuk është vetëm kokëfortësia, por kjo frikë e lindur nga ekspozimi dhe cënueshmëria që bën të vështirë të pranosh gabimin. Kuptimi këtyre faktorëve themelor mund të ndihmojnë në shpjegimin pse një deklaratë kaq e thjeshtë si kam gabuar mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë për shumë njerëz. Pranimi i gabimit mund të duket sikur po gëlltit një pilulë të hidhur, apo jo? Por pse është kaq e vështirë për ne njerëzit që të pranojmë gabimet tona? Le të shohim se çfarë thot psikologjia për këtë. Sipas psikologjisë, 7 faktorë të rëndësishëm kontribuojnë në arsyen pse është e vështirë ose e pamundur të pranosh se je në gabim. E para është mbrojtja e egos. Ego tona janë si ato foshnjat kokëfort. Gjithmonë kërkojnë vëmendje dhe refuzojnë të gabojnë. Të pranojmë se jemi gabim, mund të ndjehemi si të dorëzojmë çelësat e vetëdërsimit ton dhe ta lëmë atë të marrë një gëzim nga një copë shkëmbi, nga një copë guri. Truri ynë preferon të sajoj justifikime të hollësishme se sa të rrezikoj të nxjijë egon ton të dobët. E dyta është frika nga gjykimi. Si krijesa shoqërore apo sociale, thoni si doni, ne jemi të prirur të dëshirojmë pranimin dhe frikën nga refuzimi. Kur pranojmë se kemi ngatruar, do të thotë të hapemi ndaj gjykimit dhe kritikës nga të tjerët. Dhe kjo mund të jetë krejtësisht e frikshme për disa. E treta, paragjykimi i konfirmimit. E keni vënë re ndonjëherë se si priremi të kërkojmë informacion që konfirmon besimet tona ekzistuese? Ky është paragjykim konfirmimi në punë. Kur përballemi me prova që bien ndesh me pikpamjet tona, ne shpesh i hedhim poshtë ose i minimizojmë rëndësinë e tyre. Po pse është e vështirë për disa njerëz të pranojnë se e kanë gabim? Sepse kjo do të thotë gjithashtu të pranojnë se botkuptimi ynë i ndërtuar me kujdes mund të jetë i mangët. Dhe kjo mund të jetë e vështirë të gëlltitet. 4. Frika nga pasojat. Pranimi i të qenit i gabuar mund të çojë në pasoja të botës reale, të tilla si humbja e besueshmërisë, dëmtimi i marrëdhënieve ose përballja me ndëshkimin. Këto pasoja të mundshme krijojnë një nxitje të fortë për të përmbajtur armëve tona, dhe nëse kjo do të thotë të përjetësojmë një gabim. Frika nga këto rezultate mund të erësojë përfundimet e pastrimit, duke e bërë më të lehtë qëndrimin në mohim. E pesta është investimi. Besimet emocionale dhe opinionet tona nuk janë vetëm konstruksione intelektuale. Ato janë thurur në strukturën e saj që jemi ne. Pranimi i gabimit mund të ndihet të zbërthet jo si pëlhur, duke na lënë të ndihemi të ekspozuar dhe të papërpunuar. Është si të përpiqesh të zgjidhësh një nyje masive të një topi me fije që është e çrregullt, zgënjyese dhe kërkon shumë durim. 6. Është disonanca kognitive. Është ajo ndjesi e përpëlitjes në vendin tuaj kur ajo që besoni bie ndesh me realitetin. Të pranojmë se kemi gabim do të thotë të përballemi me atë shqetësim dhe le të jemi të vërtetë. Asnjëri prej nesh nuk kënaqet duke u ndjerë në siklet. Është si të përpiqesh të vendosësh një
një kunj ose një cop druri në formë katrore në një vrim të rrumbullakt. Pra ne thjesht nuk ndjehemi mirë. 7. Gabimi i kostos së fundosur. Ndonjëherë e gjeni veten duke u përmbajtur me diçka jo sepse është gjëja më e mirë për të bërë, por sepse tashmë keni shpenzuar kaq shumë kohë dhe energji për të. Kjo referohet si gabimi i kostos së fundosur. Të pranojmë se e kemi gabim do të thotë të pranojmë se mund të kemi shpenzuar gjithë atë kohë dhe përpjekje për asgjë, dhe askujt nuk i pëlqen të ndihet se i ka humbur burimet e veta. Po si ta trajtojmë këtë? Dhe pse mund të jetë e vështirë për disa njerëz të pranojmë se e kanë gabim, të mësuarit se si ta kapërcejmë këtë aspekt do t'i ndihmojë ata të zhvillojnë personalisht dhe të përmirësojnë marrëdhëniet e tyre. E para, praktikoni përullsinë. Ju e dini atë ndjenjë kur takoni dikë që është thjesht me këmbë në tokë dhe i përullur? Po kjo është atmosfera që ne synojmë në të vërtetë. Njohja se askush nuk është i përsosur, madje as ne, mund ta bëj shumë më të lehtë pranimin se kemi gabuar. Kështu që herën tjetër që rrshqasim, le të marrim frymë thellë, të gëlltisim krenarin ton dhe të themi ato fjalë magjike: kam gabuar. E dyta, kërkoni komente. Ndonjëherë ne jemi kaq të mbështjellë në atë që po bëjmë, sa që nuk mund të shohim gabimet tona. Këtu hyn reagimet. Kërkimi të dhënave nga të tjerët, qofshin miqt, kolegët apo edhe mentorët, mund të na jap një perspektivë të re. Po mund t'ju godas pak nëse ato tregojnë se ku kemi gabuar, por ky reagim është ai që do t'ju ndihmojë të kapërceni këtë luftë. Përqafimi i reagimeve do të thotë që nuk po mësojmë vetëm nga gabimet tona, por dhe nga mençuria e atyre që na rrethojnë. E treta, përqafoni mendësinë e rritjes. Ju e dini thënien, nuk është të kesh të drejtë, është për të bërë atë siç duhet. E po ky është thelbi i një mentaliteti të rritjes. Në vend që t'i shohim gabimet si dështime, ne i shohim ato si mundësi për rritje dhe mësim. Kur përqafojmë një mentalitet të rritjes, pranimi se jemi gabim bëhet më pak për humbjen dhe më shumë për të fituar njohuri dhe përvojë. Dhe si përfundim do të thoshim, mbani mend, ne jemi të gjithë njerëz dhe gabojmë her pas here dhe është vetëm një pjesë e saj. Megjithatë, ajo që me të vërtetë ka rëndësi është se si të trajtojmë ato momente. Pra, praktikoni përullsinë, përqafoni ato mundësi të mësuarit dhe krijoni një kulturë ku pranimi i të qenit i gabuar inkurajohet në vend që të kundërshtohet. Dhe para se të kuptoni duke thënë, kjo është e keqja ime, do të ndjeni se keni si natyrë të dytë. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot e reja që unë e therr pas here. Deri në videon tjetër, miru takofshi.